tjetër dhe cilat do të jenë vendimet që do të merren? Cili është arsyetimi juaj lidhur me këtë situatë? Po është detyrim kushtetues politik që kryeministri të bëj transparencë për bisedimin që po zhvillon. Çfarë përmbajnë, ku do të çojnë këto bisedime, pra është detyrë e qeverisë. Por tashmë jemi mësuar me një qeverisje e cila nuk ka asnjë lloj transparence, as llogaridhënie. Në radhë parë ndaj parlamentit, që është institucioni kryesor i vendit, kjo thuhet edhe në raportin e Bashkimit Evropian, që nuk kryhet kontrolli, sepse qeveria nuk i përgjigjet asnjë lloj kërkese, pra është aja e çdo qëndrimi politik, se këtu nuk bëhet fjalë për çështje personale, por për çështje publike, është për të mirën e përbashkët, që kryeministri dhe qeveria të dalin dhe të informojnë qytetarët shqiptar. Kjo është çfarë ne duhet